Bendis, të përshëndes. Mirëmëngjes, Aida. Edhe Shkodra, të gjitha pikat malore janë zbardhur nga bura që ka nisur pikërisht thoreshje që nga mbrëmja e kaluar. Duhet thënë se ndryshe ndoshta nga herët e tjera tek sa jemi mësuar që qafëthorja dhe teti të jenë ato pikat kryesore që preken nga rreshtet e Dëborës, se radhe kemi të bëjmë edhe me Razmën, me Bogën, por njëkohësisht edhe me Vermoshin e Lëpushën, pra të gjithë zonën e Kelmendit, e cila është përfshirë nga rreshtet e Dëborës. Ajo çfarë mund të themi është se të paktën deri më tani me sa kam informacione dhe me sa kemi pyetur edhe në instancat përkatëse, por edhe vetë banorët e zonave në fjalë nuk janë raportuar problematika. Mund të themi se në pikën turistike të Razmës, rreshtet e Dëborës janë rreth 10 cm, ka një ulje të ndjeshme të temperaturave ndryshe nga dita e mëparshme, ku në fakt kemi pasur relativisht një ditë me temperatura të larta, por që kthesa e motit ka bërë të vetën dhe që temperaturat në fakt edhe në qytetin e Shkodrës kanë rënë ndjeshëm, pavarësisht se të paktën ditën e sotme në Shkodër na shoqëron dielli. Ndërkohë se përket pikave malore, kemi të bëjmë me temperatura në 0 gradë deri në 2-3 gradë që mund të variojnë, por që gjithsesi në informacione që unë kam, ka pika që vijojnë akoma të jenë prezente rreshtet e Dëborës. Flasim këtu për pikën turistike të Lëpushës, e cila vijon të jetë në petkun e bardhë dhe që duket se do të vijojë edhe për në orët në vijim, çka do të jetë edhe një motiv shumë i mirë për gjithë ata që duan të kalojnë fundjavën në këto pikë turistike sa i përket edhe veriut të Shqipërisë. Kuptoj probleme tani për sa i takon infrastrukturës, mungesës energjisë elektrike, tek fermerët, ka shkaktuar të tilla? Se përket problematikave mund të themi që nuk janë raportuar të paktën deri më tani, Aida, pasi duhet thënë se borpastruesit ka qenë që në orët e mbrëmjes në dispozicion të plot, teksa kanë bërë të mundur edhe pastrimin e rrugës duke hedhur edhe krib, çka u ka lehtësuar goxha edhe qarkullimin e automjeteve, por njëkohësisht edhe banorëve të zonave që ne përmendëm. Por ajo çfarë mund të themi është se edhe energjia elektrike deri në këtë momente duket se nuk raportohet këtë probleme. Duhet theksuar nga ana tjetër se të paktën në zonën e Kelmendit, e cila ka qenë një nga ato zona që ka vuajtur shumë këtë pjesë, pra sa i përket rrjetit elektrik që ka pasur problematika dhe gjatësinë së dimrit janë përballur me mungesë të theksuar të energjisë elektrike. Nga ana e Bashkisë së Malësisë së Madhe më është bërë ditur që janë vënë në funksion instancat, flasim këtu për OSHE-n, për të bërë edhe restaurimet e nevojshme dhe për të bërë edhe rinovimin e rrjetit ku është e nevojshme. Të paktën deri më tani nuk na raportojnë probleme. Sa i përket të mbjellave, natyrisht që janë raportuar që ka problematika sa i përket, pra sepse edhe ato çfarë kanë mbjellur për sa i përket edhe temperaturët, pasi në një farë mënyrë nëse mund ta përkufizojmë ose themi në thonjza janë gënjur nga kushtet e motit fermerët, duket se do të përballen edhe një herë pra me një rifillim të mbjellave, por që shohim nëse do të kemi ndoshta një situatë të agravuar sa i përket kësaj pjese. Por për sa i përket pra të mbjellave në tërësi, paktën këto rreshtet bore që kanë rënë, flasim për zonat e Razmës, Bogës, Qafëthore, Tet, e njëkohësisht Vermosh dhe Lëpush, natyrisht që u ka shkaktuar dëm, pasi të paktën këto të mbjelle që kanë bërë deri më tani duket se u kanë shkuar dëm. Faleminderit Bendis, të përshëndes. Jo, faleminderit.